Me të dielën e Larit kisha fillon javën e madhe. Këtë javë në cilën përqendrohemi ma dukshëm në misterin qendror të shëlbimit tonë që është vdekja e ngjallja e Jezu Krishtit. Pjesa ungjillore e së dielës së Larit është shumë e gjatë, sepse përshkruhen të plota krejt mundimet e Krishtit. Këtë vit të treguara sipas ungjilltarit Shën Luka. E mua personalisht edhe si meshtar kam pasur bekimin që ta vërej nga afër, më ka bërë përshtypje gjithnjë se si mbi bashkësinë që e dëgjon këtë pjesë ungjillore, imponohet vetvetishëm, e shumë lehtë, një dëgjesë me një klimë shpirtërore shumë të bukur e shumë të thellë. Kjo për faktin se kemi të bëjmë me zemrën e shëlbimit tonë, e për atë fakt të pamohueshëm se fjala e Zotit, e sidomos kur ka të bëjnë me raste të tilla që janë pra duke treguar zemrën e historisë së shëlbimit tonë, fjala e Zotit ka një fuqi të vetën, e një qartësi të vetën që na rrëmben me plot mister e bekim. Të gjithë ungjilltarët i tregojnë mundimet e Krishtit pothuajse njësoj. Nga një ranë s'ka se si tjetë ndryshe, por në fakt gjithë secili e vëmërej se vën në pa edhe disa detaje që tjetri nuk i thot. Të shumta mund të ishin detaje që mund të nxjerrnim në pa edhe nga pjesa sotme ungjillore, por po nxjerrim pikërisht dy detaje të cilat ungjilltarët e tjerë përveç Shën Lukës nuk na i thonë. Detaji i parë ka të bëjnë me lutjen e Jezusit në kopshtin e udhënjve, ku Shën Luka thot: kur e kapën mundimet e vdekjes, lutej ma me zemër, derisa ati u bë si pika gjaku që binin në tokë. Nga tradita dim se Shën Luka, përveç ungjilltar, ishte edhe piktor e mjek në jetën e tij private. Me sa duket, si piktor e si mjek, ky detaj nuk ka mundur të mos e prek, edhe e ka vënë në ungjillin e tij. Nga zanata e piktorit ai kishte mësu ta kishte për zemër që të pikturonte sa më mirë fytyrën e dikujt, e në këtë rast duke u përpjek të pikturojë ndërthojza teologjikisht fytyrën e Jezu Krishtit, shërptorit të Javeut, të vuajtur, ka dashur ta fusë edhe këtë detaj sepse tregon shumë për mundimet e Krishtit. E edhe si mjek, është duk njësoj do me thënë se kjo djersitje gjaku, sepse i bante të kuptonte se sa shumë vuajtje kishte në brendin e tij Jezusi atë natë. Atë natë kur ati të vet i thoshte: o atë, nëse do, largoje këtë gotë prej meje, veç se le të bëhet jo vullnetësa ime, por vullnetësa jote. E ajo veç se Jezusit i ka kushtuar djersë gjaku. Përballë kryqëzimit, Krishti ndihej të jeti brisht si njeri, asa trupi i tij filloi ta ndjente konsumimin nga frika që e kaploi. Nga Shën Gjoni ungjilltar dim edhe një detaj tjetër interesant, se kur Jezusit në kryq ja shporuan krahërorin, nga krahërori i tij thotë Shën Gjoni rodhi gjak e ujë. Mjekësia patjetër se do dinte ta shpjegonte më saktë se si ka mundësi që nga krahërori i Krishtit të dalë edhe ujë. Por mendoj se kjo është treguese e disa problemeve serioze që Jezusi mund ketë pasur me zemrën e tij, qysh më përpara se të kryqëzohej. Një natë para, Jezusi me sa duket kishte psu disa probleme kardiake. Në atë natë të jetë të vështirë në kopshtin e udhënjve në Getseman. Nga njohuri shkencore të sotme dim se kur njeriu t'i paraqitet ndonjë kërcënim për jetën e vet, zemra në mënyrë të vetvetishme fillon të pompojë shumë gjak, në mënyrë që ta fuqizojë trupin për t'u larguar nga vendi që konsiderohet i rrezikshëm. Këtu mund të themi se kjo djersitje gjaku nga ana e Jezusit është treguesi i faktit se trupi i tij tashmë kishte hyrë në një mekanizëm lufte për mbijetesë, asa zemra duhet ta ketë psuar para, nga se përbahej lufta e Jezusit. Nga një ranë ishte trupi i tij njerëzor që dukej sikur i thoshte largohu, mbathja, ik nga vendi i rrezikut, sikurse na thot të gjithëve ne, trupi ynë kur na kërcënon ndonjë rrezik real. Por nga ana tjetër, në rastin e Jezusit, ishte Ati ai që i kërkonte shëlbimin ton. E Jezusi zgjedh që ta përkul këtë vullnet të vetit njerëzor përballë vullnetit të Atit, sepse thot: le të bëhet jo vullnesa ime, por vullnesa jote. E për ta përkul këtë vullnet nuk e paska pasur as pak të lehtë. Një koment shumë të bukur dhe me plot dashuri të këtyre çasteve dramatike të Jezu Krishtit në kopshtin e udhënjve e ka bërë Papa Benedikti XVI në librin e tij Jezusi i Nazaretit, ku shkruan këto rreshta të thellë e me plot fe e dashuri, siç din të bajnë ky pap shumë i dashur. Shkruan Papa Benedikti pra: në kopshtin e udhënjve Jezusi ka provuar vetminë e fundit, tërë vetminë të qenit njeri. Këtu tërë humnera e mëkatit dhe tërë së keqes e ka dëpërtuar deri në fund të shpirtit. Këtu ka qenë prekur nga tronditja vdekjes që e priste. Këtu e ka puthur tradhtari. Këtu e kanë braktisur të gjithë dishepujt. Këtu ai ka luftuar edhe për mua. Sa bukur, për mua Jezusi ka djersit gjakat natë. Detaji i dytë që bie në sy është më pak i njohur. Është ai rreshti ku thot Shën Luka se po atë ditë Herodi e Pilati u bën miq, më parë ishin armiq.
Shën Ambrosi i Milanos, i peshkëve i famshëm i shekullit të 4, shihte në këtë miqësi të papritur një paralajmërim të pajtimit mes Izraelit e paganëve. Interesant se si kjo miqësi e tyre lindi pikërisht kur po hidhin ndaj birin e hyjit, secili duke ia lënë tjetrit vendimin e vdekjes së tij. Në pamje të parë të bën përshtypje se si ka mundësi që armiqësia e tyre u shu pikërisht në ato rrethana kaq mizore, brenda së cilës njerëzit po planifikonin eliminimin e birit të hyjit. Por është edhe fakt se ne njerëzit shpesh gjejmë forma të ndryshme miqësie kur bëhet fjalë për bashkëpunim në të keqe, në krime, e gjejmë forma deri edhe të urryshme. Megjithatë, dim diçka. Jezusi që na ka porosit neve në urdhën e tij të dashurisë ndaj armiqve, duajini armiq tuaj, lutuni për ata që dije keqa që ju mundojnë. Me siguri duhet jetë lutur edhe për armiqtë e tij, atë natë në kopshtin e udhënve e në vazhdim. I kemi pra të gjitha arsyet të mendojmë që se Jezusi duhet jetë lutur edhe për Pilatin, edhe për Herodin. Kështu mund shohim se nëse do të jemi në gjendje ta shndrojmë në lutje britmen tonë të hakmarrjes e dhunën që ndoshta padrejtësia që psojmë na nxit ta planifikojmë, vetë Zoti është në gjendje të bëjë që mundimi ynë, ashtu si mundimi i birit vet, të mos shkojë asnjëherë krejtësisht kot, por të jap sado pak fryte paqe e pajtimi. Të lutemi për armikun, do thotë ta shndrojmë edhe atë situatë të pashpresë në rast shërbimi pikërisht për armikun tonë. Frytet e mundimeve të vdekjes e të ngjalljes së Jezu Krishtit mund t'i shohim se kishin filluar të realizoheshin qysh në këtë pajtim të mistershëm mes armiqve të tij, edhe pse në kurrizë të tij. Në këtë javë të madhe, pra e thamë, zhytemi ma dukshëm në kundrimin e misterit të Pashkëve. Prandaj t'i kërkojmë Jezu Krishtit Zotit tonë që të bëjë që ky kundrim i këtij misteri gjatë kësaj jave të jap në ne frytet për cilat ky mister i pamarrëm është realizuar. Secili prej nesh mund të thotë se Jezusi për mua ka dërsitur gjatë, e secili prej nesh mund të jetë i sigurt se edhe në rastet kur na mbysin nga të katër anët intrigat e bashkëpunimit të keqes, nëse ne jemi të qëndrueshëm në fe dhe e shoqërojmë dhimbjen me urat, fuqia e misterit të Pashkëve të Krishtit do të jap frytet e veta edhe në ne e përreth nesh.